të Rezedielli, jemi këtu në kuzhinën tonë, gati për të gatuar. Besoj që në momentet e para, kur ne bëm përshëndetjen e parë me zonjën Tefta, ju mësuat për bërësit dhe tani do të shohim si do përgatiten recetat e ditës së sotme. Zonja Tefta e ka filluar punën, kështu që unë do ta pyes se çfarë po bën, punë të mbar, me çfarë po merr zonja Tefta? Ja, po përgatis këto gjethet me të cilat do të bëjmë pak formë salce, si pesto. Këto erzat e freskëta, le të themi. E cila na duhet edhe për shoqërim të pjatës që ne do të përgatisim. Tani, çfarë do bëjmë sot po? Përshëndetje njerëzve. Erdhëm dhe e kapëm zonjën Tefta në punë. Për ato që nuk i kemi përshëndetur në mëngjes këtu në Anjë Report. Do të përgatisim, kemi marrë peshk, kocë, merluc, kështu levrek, dhe do të bëjmë një peshk në një formë, në një mënyrë, të cilën dhe anvisat mund ta përgatisin në shtëpi shumë shpejt. Pra nuk është e vështirë për tu përgatitur. Nuk është e vështirë, po. Kemi zgjedhur perime që do ta shoqërojmë, siç është asparagu, karrota, speca, specë të kuq, specë jeshil. Gjithashtu dhe domate, të cilat na duhen edhe për dekorin. Pastaj do të përgatisim një polent, apo një, si ta them, mëmëligë. Ka emërtime në krajina të ndryshme? Po, sipas krajinave. Dhe do të shoqërojmë peshkun. Tani, si ka menduar unë për ta bërë këtë peshk? Po, na e thua. Kemi marrë një zgarën Delimano, e cila na ndihmon për të përgatitur, për të gatuar shpejt peshkun apo dhe mishin. Por, për një anvis e cila nuk e ka këtë, akoma nuk e ka marrë, se do të shkoj të vrapoj ta marri, me siguri, sa të shikoj se sa shpejt edhe sa bukur gatuaj me këtë zgarë. Si mund të veprojmë? Mund të marrim një trigan i cili nuk ngjit, është mirë, në mënyrë që mos na shpërbëhet edhe peshku. Do të vendosim këtu tani, do të përgatisim perimet, siç tham, karrotën, sidomos specin, edhe specin e shi dhe specin e kuq, të cilat do t'i kalojmë në zgarë, pak, fare, sa t'i japim një shije, dhe kemi përgatitur një tavë me letër alumini në cilën do vendosim peshkun dhe perimet që kemi kaluar në zgarë. Dhe do t'i fusim për pak minuta në furrë. Furrën e kemi të ndezur. Do thotë që furrën e kemi ndezur në 200 gradë, dhe do vendoset peshku në temperaturë të nxehtë shumë pak minuta. Duke qenë nxehtë nuk ka nevojë të qëndrojë shumë. Pikërisht, nuk ka nevojë të qëndrojë shumë. Por do t'i japim shijen pastaj me pak nga salca që ne do të përgatisim, edhe me limon, ose limoni është më mirë. Ai shkon. Pa mundësi dhe utulla, po limoni më tepër, që i shkon me vajin e ullirit, por edhe me vajin olim. Mund të përgatitet kjo salcë që do të bëjmë tani dhe me vajin olim. Pra, anvisat mund të zgjedhin sipas mundësisë që kanë. Po, sipas mënyrës që kanë të gatuarit në familjet e tyre. Ndërkohë që unë e shoh që kripën rosa, zonja Tefta nuk e ndan nga vetja. Po, kripa rosa, po patjetër. Kripe jodizuar. Mundësinë e zgjedhjes fine, do thotë të hollë fare, të mesme dhe kokëriz të trash. Krip marine të plotë. Po, të plotë. Duke qenë se kemi të bëjmë edhe me prodhime të detit, kripa është shumë e rëndësishme në përgatitjen e kësaj recete. Kalojmë në përgatitjen e karrotave. Po. Të cilat i kemi larë, kemi bërë një prerje gati. Do nxejmë zgarën. Kjo mënyrë bëhet për ta pasur, për t'i dhënë akoma më shumë shije, se mund të vijen të gjitha të papërgatitura pare, të papërgatitura, dhe... Po, tashi ne do t'i bëjmë në mënyrën më të mirë të mund? Ne do t'i bëjmë në, po. Duke u kujdesur pak? Pikërisht për t'i dhënë shije sa më shumë. Kemi marrë këtu karrotën, kemi marrë specë jeshil, specë të kuq, selenon, degës. Them degës se ka dhe kokër, Po. Ne kemi përdorur dhe zhardhokun e selenos shumë herë. Janë perimet të cilat ne tani në verë i konsumojmë her pas here, sikur na freskojnë, sikur na japin një shije shumë të mirë. Ja, pra. Kemi vendosur zgarën,
Kur them kemi vendosur, do me thënë ne kemi lënë Që të në nxehet, zjarë të po. ngrohet. Është një proces shumë i thjeshtë. Çdo ambis mund ta bëjë në familjen e saj dhe i jep një pjatë, përgatit një pjatë ndryshe. Jemi mësuar që peshkun ta gatuajmë edhe në tava, me qep, me domate, me zazavate të ndryshme, po kemi përgatitur dhe me moll, apo jo, me moll jeshile. Pra variantet janë të larmishme. Po. Atëherë kalojmë edhe selenën, po kështu. Kjo gjë mund të bëhet me lloje të ndryshme peshqish, ë? Po, po, me lloje të ndryshme peshqish, ashtu është. Besoj ta zgara na është nxehur tani? Po, është nxehur, me pak fare vaj. Në rastin tonë shtojmë vaj altis. Po, altis. Me pak krip rosa. T'i japim shijen. Gjithashtu do të përgatisim dhe limonin. Ndërsa në një tenxhere që ne kemi vendosur në zjarr, do të kalojmë asparagun. Do ta zjej? Po pak fare, shumë pak, minut. Pra nuk ka nevojë të qëndrojë shumë asparagu, pasi na shpërbëhet. Duke shtuar pak fare krip, rosa gjithashtu. Asparagut pas valimit duhet kalojnë ujë ftohtë apo jo? Po mirë është, çdo zazavat, sidomos ku ka ku ka ngjyrë të gjelbërt, është mirë që të kalojë në ujë të ftohtë që të ruajmë edhe ngjyrën, ë. Asparagun do ta lëm thjesht, vetëm me limon me vaj ulliri. Po, në rregull. Vetëm me limon me vaj ulliri. Pra sa të valoj pak. Pra që jemi duke bërë, duke përgatitur zazavatet që do të shoqërojnë peshkun në letër alumini, me erzat që ne do të vendosim bashk. Do të shtojmë këtu pak piper të zi, sigur e nxora, po. Që t'i japim shije perimeve. Pra perimet do të qëndrojmë pak fare në zgar, pa i shpërbër, pa e humbur formën e tyre. Ja, shumë thjeshtë, do me thënë, sa kanë marë, sa fillojmë edhe ndjejmë aromën. Pra, kur fillon dhe na ngacmojnë hundët, ngacmojnë hundët, atëherë themi që këto janë gati për t'i përgatitur në tavën që ne kemi bërë gati me letër alumini. Me letër alumini, po. I vendosim këto këtu. Atëherë këtë letrën ta presun të aluminin apo na duhet ta shohim një herë? Ja, do ta shohim këtu, po. Do ta shohim këtu se çfarë do bëjmë. Ja. E mbajmë këtë. Shumë mirë. Atëherë vendosim peshkun. Zgjedhim peshkun që ne duam. Kemi koce, këtu. Kemi dhe po të duam fileto, ose nga ky peshku. Peshku lakuriç. Lakuriç që palet temi. Bardha. Ja, ku e kemi këtu. Shumë mirë. Me kripër rosa. Limonin, do ta bëjmë gati. Duhet thënë që peshku është i lar i pastruar mirë, i shëruar. Patjetër. Nuk do t'i shtrydhim limon, vetëm do t'a vendosim pak kështu, sepse kemi lënë që do të bëjmë gati salcën shoqëruese. Po. Atëherë mbyllim furrën, këtë zgarën. Mos duhet më mirë me lugën, të jemi më të shpejt. Po.
Atë shijen e vetë ato ja kalojnë dhe peshkut perimet. Pa tjetër. Ja, aromën, e ndjen aromën? Po. Kjo është një aromë e veçantë e... Kujdes, mos digjesh. Pra këto i kemi lënë vetëm për aromë. Kemi lënë limonin, se pastaj do të përgatisim salcën, a? Në rregull. E kemi shumë mirë. I mbushim në brëndësi. Pra këtu kemi speci shilë, speci të kuq. Kemi ja, si që shohim. I mbushim pjesën e barkut. Po i bëjmë disa të prera? Pak. Në mënyrë që dhe shia të ju në brëndësia. Në rregull. Tashi do të shtojmë dhe vajnë, o lim, ose vaj ulliri, si të tua. Kjo është, në? I kemi atje vajnë? Vajnë, edhe nga ulimi. Një vaj rafinuar, cilësor, dhe që nuk e ndryshon, nuk ndikon në ndryshimin e shijes së produktit, në rastin ton peshku, kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk e dominon shijen. Kemi ndezu furën në 200 gradë. Pastaj do të shikojmë mënyrën e servidjes, si do ta servirim. Këtë e kemi thjesht fare. Ja, dhe e vendosim. E vendosim në furë. Atëherë, do të kalojmë në një tenxhere tjetër. Çfarë do të përgatisim? Do të përgatisim polentën. Ta vendos në frigorifer? Të heqim po. Heqim asparagun. Asparagun. E kalojmë në ujë të ftohtë. Pastaj thjesht do ta kalojmë në vaj ulliri edhe në limon. Pra do ta lëmë siç është. Kaq, po. Siç është. Atëherë, përgatisim polentën që ta lëm pak të mpikset, Do ta bëjmë polentën të thjeshtë, si do ta përgatisim? Do ta bëjmë polentën me qumësht, me gjallë. Ja shohim dhe recetën në ekran që anvisat të marrin shënim. Bëjmë zgjedhjen e gjalpit sipas dëshirës. Po shohim dhe recetën në ekran, ju mund të merrni shënim të gjithë përbërësit dhe gramaturat. Po e gatuajmë me vitam, Me vitam. Shtojmë qumështin. E ndesim pak. Këtë e heqim fare, nuk na duhet. Shumë mirë. Me përafërsi, çfarë sasie po përgatisim? Tani, në qoftë se kemi një familje prej 4 personash, të paktën, për të gjithë pjesëtarët e familjes, të paktën deri në 350 ml qumësht duhet. Qumësht është i mjaftueshëm nga një lugë për çdo persona. Është shoqëruese vetë. Plot, që është shoqëruese, po. Atëherë, e lëm paksa të ngrohet, shtojmë kripën. Për shijen, kripën rosa. Dhe të gjitha anvisat e din tashmë ta përgatisin këtë lloj polente, e cila mund të bëhet me qumësht, mund të bëhet me kos, mund të bëhet me llall, sipas dëshirës, po. Edhe me peshkun shkon, domethënë me të gjitha këto mënyra përgatitje. Po. Atëherë, çfarë duhet tani? Tani do të kalojmë edhe erzat që unë kam hedhur tek grirja me frulatorin dhe do të shtojmë pak. Çfarë erzash ka? Ja sa ta vë pak në. Çfarë erzash ka? Kemi majdanozin, kemi pak dhjozëm, kemi pak do të shtojmë pak kopër. Pra janë të gjitha të freskëta. Duam të bëjmë një salsa. Se duam të shoqërojmë pjatën. Sa të filloj të ngrohet, pastaj shtojmë edhe miellin e misrit. Është një miell kokris, që është për polent. Që është i bluar pak më trash, le të themi. Po, pak më i plot, pak më i plot. Por mund ta bësh polentën me mjedra të ndryshëm të misrit. Të verdh, mirë është i verdh, sepse bën edhe kontrastin, me miellin e verdh. Zonja Tefta, në rregull edhe është më i ëmbël, po shumë mirë. Tani çfarë të shtoj tjetër? Do shtojmë vajin e ullirit, po edhe me vaj ulliri mund ta bëjmë, Mirë. Në rastin konkret e bëjmë me vaj ulliri për të përforcuar dhe ngjyrën. Po, patjetër.
Besoj do shtojmë krip apo? Do shtojmë krip rosa? Pak krip patjetër. Kemi këtu. Pak krip për t'i dhënë shijen. Krip rosa ose krip marina si të doni. Me qënë se kalon dhe në frulator, është mundësia edhe e grirjes. Edhe kripa e trash është shumë e mirë krip deti. Piper, çfarë duhet tjetër këtu? Vetëm krip vaj ulliri? Po, kjo duhet. Mund të shtojmë edhe pak limon. Po piper të zi. Ose dhe utull. Edhe piper si pas dëshirës. Jo, po ju pyetje si e keni menduar. Edhe ke peshku, kemi hedhur piperin e zi, edhe e kemi kujdes. Mjafton. Mirë, atëherë ta grindë. E kalojmë në grirje. Gjithmonë e kemi parasysh, ku nuk arrin të grihet, gjithmonë shtojmë sasin e vajit. Pra ka nevojë për lëngëzim. Po, patjetër. Çdo grirje që bëjmë, ka nevojë. Vazhdo, grije. Tani besoj do bëhet tamam. Shumë. E grim në maksimum, ë? Po. Atëherë këtu kemi hedhur pak qumësh, në mënyrë që të bëjmë sasinë e një pjatë, si thua, pak fare. Kemi shtuar gjalpin, kemi shtuar kripën, do shtojmë edhe miell. Ndërkohë që jemi duke përgatitur polentën, pra në zjarr, duhet i rim pak, si të thuash, në kujdes, ë? Po, patjetër. Edhe këtë salsën pesto e kemi gati. Mund ta hedhim në një nga tasat? Patjetër. Kjo salsë mund të përdoret si shoqëruese tjetër? Pjesë plotësuese e gatimeve? Po, patjetër. Jo vetëm për peshkun, po edhe për mishin, vetëm që do të kemi kujdes në, si thua, për të dhënë atë aromën e duhur. E kam fjalën përshtatje me mishin, me llojen e mishit, ë? Me llojen e mishit. Ja e shohim edhe këtë. E kemi shumë mirë. E fshiu enën, ë? Po. Kështu duhet. Po. E punojmë pak, në mënyrë që të marri, si thua, pjekjen e duhur. Po. Në qoftë se kemi një gramatur të përcaktuar me miell, nga njëherë, sepse varet edhe nga lloji i miellit, nga njëherë hedhim masën e qumshit dhe hedhim miellin avash avash derisa ajo të plotësohet. E shikojmë me sy. E shikojmë dhe me sy. Ja pra, kjo ka filluar të bëhet më së miri, sepse fillon lëshon edhe yndyrën. Edhe themi që e kemi gati. Kemi bërë dhe herë të tjera me peston, qoftë se të kujtohet. Po, ja kemi shtuar brenda. Po ne nuk do t'ja shtojmë sot, do të bëjmë në një formë tjetër shoqëruese. Pasi kjo nuk, do me thëmë, pasi shqitet nga ena, shkëputet të themi më mirë, se e thash pak si shumë... Shumë popullor, që s'ka problem. Të dyja fjalët kanë të njëjtin kuptim. Përdoren. Po, kanë të njëjtin kuptim. Pasi shkëputet nga ena, e shikon, fillon nxjerr dhe atë yndyrën. Është një tregues që është në përfundim e sipër. Në përfundim e sipër. Është një polent apo kaçamak që bëhet në të gjitha zonat pothuajse të vendit tonë. Kjo është në fakt Korça e thotë, e shpreh polent. Po, polent. Korça. Ndërsa ne e themi në forma të ndryshme. Ne për shembull i themi përvëllak.
nga ana jonë. Sepse ajo përbëllohet me gjalpin, bëhet kështu, pastaj me varet djathë, edhe nga me gjalpë, forma si përgatitet, se ka që e bëjnë me të brendshme, ka që e bëjnë me djathë, ka Po, që e si që bëjnë... është tepelena, për shumë si arapashi tepelenës, si bëhet me të brendshmet e qingjit. Kështu që kjo tregon që ka një larmi shumë të madhe. Po, ashtu është. Tani këtë mund ta vendosim në formë tek pjata direkt. Të kush pja? Ja, tek pjata, po. Te pjata e servirjes, E servirjes. Në mënyrë që të marri formën, ose e vendosim në një enë, në një tavë, në formë drejtkëndshi, dhe pastaj bëjmë prerjen sipas dëshirës, apo jo. Bëjmë dhe prerjen sipas dëshirës. Peshku që përgatitet zonja Teksa me perime, format e shoqërimit i ka të ndryshme. Të ndryshme, ashtu është. Sot ne bëmë me polent. Me pure, me patate, me zazavate të tjera. Mund ta bëjmë dhe makarona primo gusto. Mund ta bëjmë, po, edhe me makarona. Të formave nga më të ndryshme që na ofrohen vetëm nga Harilena në tregun tonë. Dhe si makaronat, ashtu dhe llojet e ndryshme të orizit, dhe produkte të tjera shumë cilësore që me shumë kënaqësi ne gatuajmë to pothuajse çdo ditë edhe këtu në Rrezë Dielli. Pak fare sa për një shkëputje. Një lyerje të lehtë. Një lyerje shumë të lehtë. Në mënyrë që të na shkëputet lehtësisht, Ndërkohë kemi dhe asparagët, që i kemi të kaluara në val dhe pastaj në ujë të ftohtë. Po, patjetër, do t'i kullojmë. Ti vendosim në një pjatë apo në një tas? Asparagët? Po. Po, madje mund t'i vendosim dhe kështu. Në sit direkt? Në një sit të kullojmë, se pastaj t'i kalojmë në tigan, do t'i japim një kalim në tigan të lehtë. T'i ashtojmë shijen më tepër. Sipas dëshirës. Ja japim në tigan ose i lëm vetëm me vaj dhe me limonin, Ja, e kanë ruajtur ngjyrën e gjelbër, asparagët. Kjo është një mas për një pjesëtar, si thua, të familjes. Pra është një porcion, Një porcion. E bëjmë të barabartë harkun. Gjithashtu do të vendosim edhe peshkun, pasi t'jetë bërë në zgarë me zarzavatet. Mirë shko. Edhe pak. Po e kemi më të lehtë se ngjeshim me këtë. Po, patjetër që ta ngjeshim me ato. Edhe luga bëhet her pas here me vaj ose në qumësh. Këtë e lëm kështu. Derisa na bëhet edhe, ja e kemi vendosur kështu. Pastaj këto perimet na duhen më apo? Për momentin? Jo. Tani kemi këtu, e heqim polentën, e lëm më njan, dhe vendosim këtu tenxeren. Edhe kjo është për dekorin. Kemi hedhur domatet, kemi shtruar këtu vajin e ullirit, kemi shtruar këtu edhe një thelbi hudhër. Ja e shikojmë. Domaten ashtu siç është, domatet që janë qershi. Si që duam për dekorin. Gjithashtu kemi përgatitur dhe salcën, si që shohim. Përgatisim edhe asparagët. Është një punë shumë delikate. Po, mos lëm asnjë. Patjetër. Bukur. Pak do t'i lëmë sa të marrin atë shijen, Bishtojnë pak fare nga kryparosa. Bukur.
Në rregull, në një tas i hedhim këto dhe i japim shijen e duhur. Po t'i lëmë kështu thjesht që janë? Thjesht, me pak vaj ulliri edhe me pak limon. Gjithashtu dhe këto t'i lëmë kështu. Të mbyllim, që i kemi gati. Shumë gjë e thjeshtë, si thua? Po, jo, nuk është e vështirë fare. Ja i vendosim dhe tot ma e shijen këtu. Pastaj I përdori më vete. si do t'i përdori. I lëm dhe këto këtu i kemi gati. Tani do shohim po, kjo na duhet sepse do vendosim peshkun, ose dhe në letër alumini, s'ka problem. Garën po e lë atë Për të marrë pjesë nga peshku, ha? Që nuk do ta vendosim në pjatë të plotë. Po sigurisht. Sipas formës që ne kemi dhënë. Vendosim këtu. Kjo s'na duhet. Gjithashtu dhe kjo. Në rregull. Atëherë, deri tani ne kemi përgatitur një polent, e cila na duhet për të shoqëruar peshkun që ne kemi përgatitur në furr, pasi kemi vendosur perimet, karrotën, specat, specë të kujt, specë jeshil, edhe seleno, i kemi kaluar pak fare në zgar, sa na kanë dhënë atë aromën e vet, i kemi bashkuar me peshkun, me 2 theta limoni dhe nuk kemi hedhur gjë tjetër atje, përveç se kripës dhe piperit të zi që i kemi shtuar dhe perimeve. I kemi vendosur në furr, vaj në ullirit, i kemi vendosur në vaj ulliri, vaj olim, nuk ka problem, i kemi vendosur në furr dhe i lëm atje, furra është e nxehtë dhe i kemi lënë pak minuta, do t'i heqim tani, besoj është bërë. Po, është plotësuar koha. Edhe perimet janë gjysmë të përgatitura. Po, si që i mësuar al dente dhe ato. Të na kërcasin kur i kafshojmë. Kemi përgatitur dhe këtu domate të vogla, ose mund t'i bëjmë dhe në kubik, domate të mdha, ato që na ndodhen në shtëpi, në feta, feta të plota, mund t'i vendosim këtu që na duhen dhe për dekor. I japim dhe pamje, po kanë dhe shije. Dhe shije, sigurisht. Kanë dhe shumë shije. Gjithashtu kemi përgatitur këtu polentën, e tham, që kemi bërë një polent. I kemi dhënë formën sipas dëshirës. I kemi dhënë formën sipas dëshirës. Në këtë formë. Dhe do të plotësohet me shijen e peshkut, gjithashtu dhe me salcën që kemi përgatitur me erzat. Majdanozin, kopër, djozëm, vajin e ullirit, pak limon. Kjo do t'jetë një salcë që do t'i japi shije gjithë masës. Po, shumë aromë. Aroma shumë e mirë, po. Po të dua, mund të shtojmë dhe hudhër, apo varet sa e përdorin hudhrën në për familje? Po dhe mund të shtojt, po zakonisht në këto pjata që janë fine, nuk para aroma e hudrës, shumë hudra ose e zjejm edhe marrim vetëm ato si pak shije. E shohim tavën në furr që kemi bërë me aluminin. Aroma ka dalë, si thua, ndjehet, ja. Peshku është në, ja, e shohim. Ka ndryshuar ngjyrën, është i bardhë. Po, është duke zier, si thuash, edhe nuk ka nevojë për shumë. Në lëngun e vetë. Është pothuajse gati. Ne si e kemi kohën? Ta lëm dhe pak të zbuluar apo? Atëre, ne do të bëjmë kështu. Për të shoqëruar këtë pjatë tani, edhe për të freskuar, për të ndryshuar dhe shijen, këtu në këtë pajisje do të përgatisim një smooth. Atëre, me kajsi kemi marrë. Këto i lëm për momentin këtu se na duhen. I lëm këtu më njanë, sepse na duhen, këto e heqim, këto na duhen për këto. Janë pjesë e pjatave. Marim akullin. A, pra na duhet akull? Po, pa tjetër. Kemi akullin, akullore. Gjithashtu kemi përgatitur dhe një akullore me selenon, qoftë të kujtohet. Po, atëre hedhim këto atje, bëjmë gati dhe
Bledi bën gatime shumë të veçanta dhe një fantazi edhe pa kosto, le të themi, dhe me asortimente Po, që nuk të po, shkon po. mendja, akullore në Ashtu Seleno është. për shembull. Një ati shplajmë pak këto. Ta shpejroni që Po, të dalë po. akull dhe më lehtësisht. pa tjetër. Pra, ose akull, ose akullore. Jo, akullin e shtojmë, pavarësisht nga akulloria. Pavarësisht nga akulloria. Pavarësisht nga akulloria, se jep një freski shumë të mirë. Akulloria është e qastit, ë? Është e qastit. Atëherë, me një tikë të pastër, bëjmë gati. E shtuam akullin. Tashi do të shtojmë Do grim frutat të po, ndryshme. sipas shijes si ne kemi. Këtë e lëm pak minjan. Le të jemi më transparent. Duke hequr këto fizat. Jo vetëm kaq, por Limoni? po, Na duhet edhe limoni se banania limonin na pak nxihet. që mos na nxjihet. Edhe na prish edhe pamjen, ë? Na prish dhe pamjen e frutave të tjera. Po, pikërisht. Atëherë, Si që kemi e shtojmë edhe këtë. të pajisja këtu. Gjithashtu, kajsit. Këto lëkurat për shembull ose bërthamat anvisat po të duan mund të bëjnë dhe kompostat. Të mos t'i hedhin, siç edhe ne kemi bërë disa herë këtu, për të shfrytzuar frutën komplet. Po, në rasin ton, kajsia nuk ka Jo. nevojë që të hiqet. Flas për bananen ose po, për lëkurën e portokallit. Po, këto po. Një pra. Këto. Edhe kivin. Po. Meqense se të dyja frutat kanë banania sidomos. Ka ëmbëlsi. Pastaj e shikojmë nëse duam t'i shtojmë sheqer apo jo. Ose mjalt. Ose mjalt, po. Shtojmë Kjo atje. është një përzierje për çdo moshë. Po, për çdo moshë. Për sa i përket fëmijëve, pastaj janë gramatura të përcaktuara Po. për sasinë e frutës që do Po. marrë fëmijë. Po, mbas moshës një vjeç, që fëmia besoj ka filluar, do të thënë prindi që ja përdor gjitha frutat një nga një, nuk besoj se ka problem, për shembull që të përdori njërin ose tjetrën. Një Atëherë. përzierje, E shtojmë dhe këtë, shtojmë pak qumësht, shtojmë pak shumë, se pa u lëngëzuar nuk grihet kjo. Akullin e ka brenda për freski. shumë. Të shtojmë dhe pak shumë apo? Pak, se do të shtojmë edhe lëngun e gazuar, Po, kemi dhe pijen e gazuar, të mos ta harrojmë. edhe pak fare limonit. Bëjmë gati dhe gotat. Përzihet vetë kjo. Po, Përzihet vetë. për atë është. Thjesht u tregova anvisave, se këtë pajisjen e njohim mirë, në fakt, e dim që kjo këtu për këtë funksion është. Nuk do t'i lodhim E duart hedhim fare këtu, anvisat. ose këtu, ku të kesh dëshirë ti? Ku ke dëshirë këtu? Sipas dëshirës. Hidhe, Kemi edhe me se do nxjerrim edhe në gjysmë për të hedhur dhe gazin, ëh? Pra, Gjithashtu pija dhe- e gazuar nuk do të shtohet në përzierje, do të shtohet në gotë. Edhe në përzierje mund të shtohet, por në çastin që Do ka konsumohet, përfunduar, si po. thuash. Atëherë kur do të konsumohet, Po. Ne e shtojmë edhe. Plus dhe akullorën, ëh? në rregull. Ja dhe akullorën. Si të njëra. E bën Shto dhe më kremoze. Kjo jep edhe një efekt
Po, patjetër. Jep dhe një efekt kështu të këndshëm dhe në pamje, gazi. Edhe akullon e sa të duash. Dhe vera në fakt e ka të nevojshme si na e nxet këto efektet kështu të gazuara. Ja, hidhe dhe ti këtu, të nden. Edhe e bëjmë gëzuar. Po, gëzuar nga rrezë e dielli, duke qenë se ne po ndiem nxehtësinë e furrës, e ndiem të nevojshme freskinë me këtë pije. Mund të bëhet me shumë lloje frutash dhe me fruta të tjera egzotik dhe me çdo gjë që anvisa të kenë dëshirë. Ashtu. Po sigurisht pa lëkurë, do thonë të qëruara, nëse përdorin këtë pajisje. Në rregull, atëherë shohim që bëhet me peshkun në furrë? Atëherë shohim peshkun. Besoj duhet të ketë përfunduar apo jo? Është gati. Nuk presim për ngjyrën e peshkut. Po, në fakt e mira është që mos ndryshojë ngjyra shumë se pastaj nuk na jep dhe pamjen e duhur në pjatë, jo për gjë. Shohim që pamje ka marrë. Ja. Është një gjë e pamje shumë e këndshme. Atëherë. Shohim peshku lakurik duke qenë shumë i butë. Duhet marrë me kujdes, të duhet një spatull që të mos të dëmtohet? Jo, ne me top, me pjesë do ta marrim. Ashtu ta servirim? Jo, ne me pjesë do ta marrim. Në rregull, në rregull. Por do të doja atë rrethin ta kisha përsëri këtu, në mënyrë që e kam këtu. Në mënyrë që aty afër. Le të jetë e qëndrueshme, si thuash. Në mënyrë që mos na mos na prishet pamja. Ne pastrojmë pra në këtë formë edhe hedhim pjesët që ne duam. Tani është një punë që, siç e tha dhe ju pak më parë, delikate, që të merren me shumë kujdes gjitha këto pjesë që ta çojmë deri në fund atë delikatesën dhe në servirje. Mos ta prishim gjatë rrugës. Patjetër. Ja, kjo është. Gjithashtu do të marrim edhe asparagun që ne e kemi bërë gati. Me vaj ulliri me limon. Me vaj ulliri dhe limon. Dhe ashtojmë masës. Mire kemi apo jo? Po. Ajo do t'ja shtoj shihen dhe polentës, perimet. Atëherë? Asparagun ku e lam? Asparagun e kemi atje, ndërkohë që të peston e kemi këtu. Salsën shoqëruese le të themi. Një pjatë shumë e thjeshtë. Kjo mund të kombinohet edhe me perime të tjera, që mund të shkoj këtu spinaqi, që mund të shkoj këtu, do me thënë si salat shoqëruese me rukola, në vend të asparagut apo jo. Pra na duhet një çik ngjyra e gjelbër, këtë po kuptoj. Patjetër na duhet. Ja në këtë formë. Salsën. Mos harrojmë se kemi dhe domatet e vogla. Patjetër. Ja dhe salsën në këtë formë ose në edhe domatet që ne ndryshojmë pak ngjyrën. Ja. Kjo është. Edhe janë shumë të shijshme. Normalisht domatet të freskëta të vogla të kaluara pak në tiganë. Kjo është pjata. Do më thënë shumë e thjeshtë. E bën zgar, pastaj e kalon me polentën e shoqëron me një oriz, siç kemi ne primo gusto, për shembull të ndryshme, ose me një lloj makarone, po në këtë formë.
Po, për të bërë formën e bukur, besoj duhen makarona, më thonë jo nga ato të gjata, prima Edhe të gusto me gjatat, forma të edhe tjera. të gjatat, Mblidhen, ë? mblidhen, po. Mblidhen, ë? Ne të kujtohet që ne kemi bërë dhe qoftet, apo jo. Po. Gjithashtu, pas asaj, edhe një gotë me Me këtë lëngun. lëngun, smoothin që ne Ele kemi lëngun për gjysmë përgatitur. fresko, se je djersitur nga Dhe- vata, zonja Tefta. Jemi Gati. gati. Mirë, atëherë një pyetje kisha, për shembull, ky peshk mund të kaloj vetëm në zgarë siç kaluan perimet? Po, ky peshk mund të kaloj në zgarë. Mundet që t'i hedhim të gjitha siç janë, edhe vajin, Po. edhe perimet, Po. dhe e vendosim në zgarë, e kthejmë nga të dy anët, me letër alumini. Me letër alumini. Po, me letër alumini. Po. Ose Është e mund t'i nevojshme. vendosësh në zgarë siç janë. Mund të vendosen. Po, mund të vendosen dhe ashtu në zgarë, pak fare, Po. sa si themi ne që sa të ndjejmë atë aromën e perimeve gjatë kalimit në zgarë. Po në këtë formë, që ne i kemi kaluar në zgarë dhe pastaj i kemi kaluar në letër alumini, do t'i japi një shije tjetër edhe peshkut. Po. Edhe peshkut. Ndërkohë, shohim në ekran dhe recetën me përbërësit që kemi përgatitur këtë lëngun, smoothin me akullore, llojet e frutave që janë përdorur, pastaj gramaturat, anvisat i din vetë se sa do të përgatisin, kështu që e din sa fruta do të shtojnë. Po, Në rastin tonë e bë me qumësh, po ju tha që mund të bëhet edhe me kosë. Po, ja e Para nga ëmbëlsia e frutave. Me 2 kokra kajsi, me një banane dhe me një kiwi, ne përgatitëm me një gotë qumësh, ne përgatitëm për 3-4 persona, apo jo, nga një gotë. Gjithashtu dhe akulloren, që mund të ashtosh edhe pak nga një lëng i gazuar, të i qfardoshëm, dhe... Lëngu i gazuar në fakt shtohet edhe për pak efekt, për atë volumin që jep në gotë. Po, për volumin që jep në gotë, edhe të bën mirë dhe... Për tretjen, kështu që... Një dreke lehtë. Janë kombinime të cilat janë eksperimentuar. Janë provuar. Se ne kemi bërë lëngje. Po, të ndryshme. Të ndryshme i bëjmë, jo, edhe më parë, për shumë në shtëpi tona. Kemi bërë lëngje të ndryshme, por nuk na ka shkuar në mendje që të mund të bëjmë edhe me një lëng të gazuar. Kemi bërë për shumë ku kemi pasur në një rëndim të stomakut, kemi bërë një ujë me limon, me sodë, që jep atë efektin. Ne është e njëjta gjë pothuajse. Mirë, besoj u kënaqën të gjitha anvisat sot. Shpresoj që të kenë marrë një alternativë shumë të këndshme, të lehtë dhe të shëndetshme për të gatuar sot në shtëpitë e tyre. Dhe për një ditë ndoshta edhe të veçantë, nëse presin miq ose për familjarët e tyre. Zonja Tefta, na kënaqet të lumshin duart. Kjo është pjata jonë sot, ndërkohë që ne i përshëndesim nga kjo hapësira jona këtu në kuzhinën tonë tërveç dhe diellit.